Nga dita e hënë, flota e autobusëve të transportit publik do reduktohet me 30% në rast se nuk ka një reagim nga institucionet në lidhje me rritjen e çmimit të karburantit. Në një dalje për mediat, shoqatat që përfaqësojnë operatorët ekonomik thanë se po përballen me vështirësi të shumta për shkak të rritjes së kostove, por deri më tani nuk ka asnjë reagim nga ana e institucioneve qendrore apo vendore. Do të reduktohen flota e mjeteve me 30%, gjë që është në dëm të operatorëve, por edhe të qytetarëve, cilët nuk do të marrin një shërbim siç duhet ta marrin, siç ata e meritojnë, për shkak krizës të vazhdueshme. Rënien vesh shurdhur e kërkesave tona ekonomike na shtyn edhe na pamundson lëvizshmërinë normale. Ne jemi në pritje të një reagimi, të ulemi në një tryezë të përbashkët nga të gjitha institucionet përgjegjëse. Ata përsëritën kërkesat që sipas tyre do mundsonin garantimin e vijueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së këtij shërbimi në interes të qytetarëve. Ne kemi drejtuar çdo institucion të mundshëm, si